E ka humbur betejën plotësisht, betejën politike gjithmonë. Vjosa Osmani, ju e përmendët më herët që është përfolur shumë për një rikthim të saj pra në LDK, dhe pse nga vetë zonja Osmani është pranuar se do të ketë kthim politik pra të jetës së saj aktive politike, por se si ende mbetet për tu parë, por betejën për presidentin, që nënkupton për këtë mandat patjetër, apo edhe në vijim, duke qenë se ajo shprehu pra dhe dëshirën për një mandat të dytë. Çfarë supozohet në këtë fazë të arrim të kuptojmë nga lëvizjet politike dhe çfarë do të sillte rikthimi i saj në LDK? Për mu, në betejën e parë që Vjosa ka humbur presidente, është beteja morale një presidenti e unifikues dhe një presidenti të përgjithshëm të gjithë qytetarëve dhe gjithë subjekteve politike. Për faktin që në disa deklarata që i kishte në televizionin shqiptar, në emisionin të Blendi, apo do intervistat që i kom përcjell, jo, faktikisht mos spekuloj, nuk ishte Blendi, ishte një televizion tjetër, një emision tjetër të televizionit shqiptar atje në Shqipëri. Dhe ajo deklaron se u ka afru datën që ka ndasht lëvizjeve të vendosje dhe disa të tjera informacione cilat tregon se veç presidente e unitetit nuk ka qenë, po ka qenë presidente në një subjekti politik dhe nuk e di se sa do të jetë kredibile nëse do të zgjedhet prapë presidente. Dhe si mund të besoj dikush që ajo është unifikuese si person, kur me vetë deklaratat e sajna ka treguar se nuk ka qenë unifikuese. Jo pse unë kam diçka pse ka marrë anë, po faktikisht po flasim për një president i cili duhet të jetë president i gjithëve dhe të jetë institucion unifikues i spektrit politik. Dhe kur vetë presidenti ose ish presidenti në këtë rast pranon se nuk ka qenë e tillë, atëherë çka mund të presim në një mandat tjetër, sepse prapë nëse nuk do të jetë në anën e vetëvendosjes, me siguri do të jetë në anën e tjerëve subjekte politike që do t'ia mundsojnë vjedhjen e saj si presidente. Dhe një presidente e tillë, e cila kujdeset për agjendat partive, subjekteve politike, neve nuk na duhet. Na duhet një president i cili kujdeset për agenda shtetërore dhe një president i cili tenton të ruajë qetësinë dhe të ruaj atë ekuilibrin politik në vend. Në këtë rast Vjosa vetë ka pranuar se nuk ka qenë presidente e tillë, pa dashur merre me akuzat e subjekteve të tjera politike. Në aspektin se si politikane, në skenën politike, varet se si do të rreshtohet dhe se si do të funksionojë këtë politikane. Nuk mendoj që nëse do të krijojnë një subjekt të ri, që mund të ketë një forcë të madhe politike, dhe mbas edhe mund ta ketë shumë problem tjetër të pjesë të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe nëse do t'i bashkohet në ndonjë subjekti tjetër, në këtë rast LDK-s siç po përplitet, nuk e di se si do të pritet dhe se sa do të jetë e ndërgjegjshme që të del dhe të kërkoj votë në emër të LDK-s dhe të tregoj se sa e mirë është LDK-ja, kur ne i dimë qëndrimet e saj në dy zgjedhjet e paraprake që janë marrë parti LDK-s dhe vetë figurave që LDK-s dedikon në udhëheqje. Po, a ka eksponent që mund ta mbështesin Vjosa Osmanin në LDK? Po, mund të ketë deputet prej Lidhjes Demokratike të Kosovës që mund ta mbështesin edhe aktualisht, po është një problem se edhe komplet Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është e unifikuar ose e dakorduar që me mbërtet Vjosën për kandidatë për presidente, po kemi dhe brenda lëvizjes